Albanian Oda Podcast me Gjemi Agaj. Sonde me ne është Danjeza Dangli. Danjeza, mirë se erdhet në Albanian Oda Podcast. Mirë se ju gjeta. Ndjem shumë e privilegjuar që jam këtu mes odës së shqiptarëve në Kanada, mes njerëzve të mirë, përballë aktorit të njohur, shqiptarit, adetarit, frajerit, se po e zbus si frajerit, bac, në Kosovë thoi frajerit. Faleminderit, Danjeza, faleminderit shumë faleminderit, se pas në ndëgjumot i këto frajer, po kjo fjala frajer tregon që ti ke lidhje me Kosovë, ke nejt një kohë gjatë, po do kthehemi aty. Danjeza, unë do e filloj këtu në Kanada, me sa kam dëgjuar, do konkuroj si asambleista, po si është në Osha. Ma flet për këtë, se nuk di shumë e thënë drejtën. Unë jam pjesë e ACPAC. ACPAC është Albanian Canadian Political Action Committee. Po. Gjithashtu jam kryetare e Durham Region për komunitetin shqiptar atje. E Degës atje, po. Si pjesë e ACPAC-ut gjithashtu. Qëllimi i komitetit tonë është që të kemi një përfaqësim dinjitos të shqiptarëve, të komunitetit të shqiptarëve në proceset e vendimarrëse të vendit. Ky është edhe qëllimi i kandidimit tim. Unë para një jave kam regjistruar dhe kandidaturën time për në Këshillin Bashkiak në Ward 1 aty ku unë jetoj, për në qytetin e Oshavës, dhe për me ndihmën e bashkëdhetarëve, mendoj që të përfaqësoj shqiptarët dhe komunitetin ku jetoj në mënyrën më dinjitoze të mundshme. Po kjo është lajm super fantastik. Unë të uroj ty sukses edhe e falenderoj ACPAC-un që me të vërtet po punon shumë që të shty sa më shumë shqiptar të futen në jetën politike kanadeze. Se sa më shumë shqiptar futen aq më mirë, di që ky është qëllimi i ACPAC-ut. Aty është bukur tagim Tutulani, Lady Ago, Dritoni, Fisniku, po. Është një grup që janë njerëz të mirë që po mundohen të shtyjnë një agjendë të re, që unë mendoj që ajo është një agjendë e qelluar, që sa më shumë shqiptar, ku do të futen politikë, si nivelin lokal, po dhe provincial, po ndoshta pse jo edhe federal, që të kemë një deputet shqiptar. Uroj shumë shpejt. Në fakt ka qenë Lady dhe Agimi që më kanë sugjeruar për kandidaturën. Unë nuk kam qenë e informuar në fillim. Ata kishin përmendur emrin tim dhe unë e pranova pa hezitim dhe me shumë kënaqësi. Ndjem shumë e nderuar që unë jam pjesë e një komuniteti elitar, ashtu siç e them unë shpesh. Po. Të një komuniteti që ka dhënë kaq shumë për shoqërinë kanadeze, si në jetën, në biznes, në politik, në art, kulturë, në shkrime, në akademi, po. Dhe tani është koha që ne të lëvizim në politik, atje ku proceset e vendimarrjes janë të fuqishme, dhe uroj që të realizohet. Po, tash, kur themi në qytetin e Oshavës, që ta kenë më të qartë edhe ata që na ndëgjojnë. Po. Kjo tjetë si një lloj asambleiste e komunës. Po. Aty është, si quhen këtu në... City Council. City Council. Po. Si këshilltar qyteti, me përkthy bukfali shqip, po s'përkthehet, po në shqip i thot Asamblejës Kosovë. Këshilltar në qytet, zakonisht në Bashkiak. Këshilli Bashkiak, po, zakonisht në vendet nga Nevim, nga Shqipëria, nga Republika e Kosovës, nga Maqedonia e Veriut. Këshilltarët bashkiak janë të ndarë në grupe partijake, përfaqësojnë partinë për të cilën kanë kandiduar, ndërsa këtu është apartijake, ky është dallimi. Ku në Kanada është? Në Kanada është partijake, apartijake. Po këto gjithë ata asambleistat nuk i takojnë asnjë partie, a? Po. Në nivelin komunal. Në nivelin lokal, po. Po se pas na ditë o bac.
Kam pa në councilor, por nuk i kam ditë. Ka city council, ka regional council, dhe janë kandidime apartjake. Po që është ajo award? Award është si territori caktuar. I caktuar brenda komunës. Brenda municipalities që i thuan. Po se komunës shqipi është. Në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut i thon komunë, ndërsa në Shqipëri i thon bashki. Bashki, po. Komuna Paris. Komuna Paris është lagje. Di që është lagje, se më pyte një ditë për Tiranën, cila lagje. Ja futa cilën lagje, shkova në periferi, në kam shkova, fillun me cesha, u i kam dëgju se jam Astiri, Komuna Parisit e këto, por nuk i di. Po, kjo për mua me të drejtën, unë i kam pa nuk e pas në ditur që janë apartjak, edhe kjo të regon që si që duket demokracia këtu në Kanada është më shëndosh se shumë vene tjera të botët, që mos futet politika dhe në komunë, se ata njerë që konkurojnë jetojnë atë qytet, edhe dojnë që të avancojnë të mirat e qytetit vetë dhe qytetarve që jetojnë mbrenda asaj bashkie. Zakonisht njerëzit mendojnë edhe komunitetin në të cilën unë jetoj dhe komuniteti ku unë regjistrova kandidimin. Nuk janë të mirë informuar në lidhje me zgjedhjet lokale, që në këtë vit mbahen në 26 tetor. Zakonisht ka një pjesëmarrje masive në zgjedhjet federale. Normal. Në zgjedhjet provinciale, por pjesëmarrja e votuesve është shumë e ulët në zgjedhjet lokale. Duke patur parasysh rëndësinë, sepse shkollat, rrugët, parqet, librarit, të gjitha janë pjesë e të përditshmërisë tonë dhe është shumë e çuditshme se si njerëzit nuk i japin rëndësi zgjedhjeve lokale dhe japin zgjedhjeve federale. Është e vërtet që një pjesë e tyre financohen edhe nga qeveria federale ose bashkëveprimi dhe bashkërendimi me qeverinë e provincës, sepse ato janë të lidhura, janë hallka të sistemin të lidhura me njëra tjetrën. Por këto janë pjesë të qeverisë lokale dhe njerëzit tregohen neglizhent dhe nuk e kanë këtë informacion. Nuk e kanë këtë informacion as kur unë kam, para se të regjistroja në fakt kandidimin, kam vërë një shëtitje rreth rrotull asaj që unë e quaj komuniteti im, që është Ward 1, dhe njerëzit më pyesnin edhe kanadez, edhe njerëz nga kombësitë e tjera. Unë kam në Ward, kam fermer, kam anglo-sakson, kam Afganistani, nga Irani, nga Iraku, nga India, dhe informacioni mungonte. Pyetja e parë që më drejtonin ishte cilën parti përfaqëson. Do të thotë nuk janë vetë shumë që se kanë ditë. Jo, kështu që të ndjesh rahat, se prandaj e theksova këtë. Ta di ku besim të njerëzit tash. Unë e pranoj kur s'dihet publikisht. Jo, absolutisht. Njerëzit nuk e kanë informacionin dhe kjo është shumë e rëndësishme që unë përfaqësoj një komunitet, jam pjesë e rëndësishme i një komuniteti që është komuniteti shqiptar këtu në Kanada dhe jam shumë e nderuar që jam pjesë e këtij komuniteti dhe që konkurojnë në singlën e ACPAC. Kandidimi im është në singlën e ACPAC, por pavarësisht si përfaqësoj edhe komunitetin në të cilën unë bëj pjesë, që është Ward 1 në City of Oshawa. Të ndjesh rahat Xhemi Agaj, ti nuk je i vetmi që nuk e kishe këtë informacion. Jo, unë mësova diçka tre, edhe ti, a mund vit votojë për ty, a duhet më jetu aty në Oshawa? Jo, duhet jetosh. Pa, hajde shkojmë një pjesë shqiptarëve aty, kalojmë, ndrojmë në adresën, edhe vim votojmë për ty, se tash ti, kur vje koha, do fillosh si më thonë kampanjën, apo? Do jetë një fushat elektorale, për disa pika që ne po i përgatisim, së bashku me ACPAC. Po ndërtohet, është në ndërtime sipër edhe website-i i imi. Njerëzit mund të paraqesin donacione, pyetje, ankesa, sugjerime, do të jetë i hapur për të gjithë. Gjithashtu është e rëndësishme të theksohet se në momentin para regjistrimit
edhe këtë e kam shumë të rëndësishme ta them, sepse kam suportin e disa familjeve në Oshava, meqense e përmendet edhe ti, që të hajdeni të shkojmë të regjistrohemi dhe të votojmë, të falenderoj. Të lutem. Është praktikisht është e pamundur, megjithatë faleminderit për fjalën mirë. Unë bëj apel çdo shqiptari që jeton në Oshava që ka mundësi të votojë danjezën, ta ndihmojmë danjezën. Kjo është nuk ka gjë më të bukur se ku do shqiptarët futen në politikën kanadeze, e lejon ky sistem këtu? Unë përpara se ta regjistroja kandidimin tim, në fakt, kërkoheshin 25 firma nga qytetarët të Oshavas për të indorsur kandidimin tim, dhe unë kam disa familje shqiptare atje, jam shumë e lidhur me ta, dhe i falenderoj përzemërsisht që u treguan shumë të gatshëm, pa hezitim të firmosnin për kandidimin tim. Tash pyetja. A duhet të jenë atë nga wardi, si më thonë, ward jo, apo komplet qytetit komun, rregullat që të indorsësh një kandidat duhet që të jetosh në atë qytet, të kesh të drejtën e votës. Kaq më ti je, si më thonë, me dokumentacion ose me driver license, me atë patent shoferin. Kërkohet emri, mbiemri, adresa e shtëpisë, drejta për të votuar dhe të jesh qytetar i atij qyteti për të indorsur ty, sepse ti je kandidat në atë qytet. Tash votat kur të vinë, e keti një kundër kandidat në wardin tënd, apo mund të votoj në të wardeve tjera? Jo, vetëm në wardin tim, pa diskutim që është një grua që rikandidon për të disatën herë, ajo është kanadeze, kur po bënim bisedat me antarët e tjerë të ISIPAK-ut, Rosemary është kandidatja. Po. Ajo është për të tretën herë radhazi që e vendos kandidaturën. 2 herë është e zgjedhur dhe rizgjedhur, dhe kjo është hera e tretë që ajo kandidon në atë ward. Rosemary nuk e kishte regjistruar kandidaturën, ka regjistruar 2 ditë mbas meje. Unë nuk i friksohem. Jo, më pse? Nuk i friksohem as humbjeve. Jo, është eksperiencë fundit. Sepse çdo humbje të jep një mësim, megjithse e kam për natyrë kështu pozitive, që të manifestoj pozitivitet, edhe pse ja e mendoj edhe veten edhe fituese. Danjeza, unë mendoj vetë fakti që janë në podcastin e ti do jesh fituese. Keni këmbën e mbarë, ja, që këta urime e kem këmbën e mbarë. Faleminderit, nuk e vën dyshim. Jo, unë të uroj shumë sukses, edhe e përshëndes guximin tënd dhe të familjes tuaj, që të futesh me një valle që nuk është e jona, nuk e njohim ne shqiptarët tu, po është shumë fisnike, sepse fillon në shqiptari 2, e 3, e 4, e 5, si dihet, ndoshta do ta kem në MP atje, membër parlament. Ushtofshin edhe mirë kish me qenë, si më thon, sa më shumë të ngritet një kampanje sensibilizuese që ta kuptojnë se ka edhe shqiptarë tjerë që nuk i din këto procedura. Pa diskutim. Nuk është largëment fitoria, se nuk duhet me ditë sistemi se si funksionon. Pa. Unë e manifestoj fitoren. Më pëlqen të mendoj në fakt pozitivisht, do punoj për fitoren. Edhe do t'i afrosh aty dhe njerëzve me ditë se çka. Dhe pa diskutim, kam ngritur ekipin tim, një menaxher, një accountant dhe një lawyer. Jam, siç edhe përmenda, jam në përfundimin e website-it. Kur do fillon kampanja zyrtarisht, fushat elektorale? Ka një datë caktuar para zgjedhjeve? Si shkojnë rregullat? Datë të caktuar nuk ka. Çdo kandidat mund të filloj kampanjën në momentin që regjistrohet.
mjafton që të ketë fondet e caktuara, sepse një fushat elektorale që të zhvillohet, kërkon fonde. Dhe pa diskutim, ne po punojmë, jemi në punë e sipër, jemi në përgatitje e sipër, dhe në fillim të shtatorit, ne do të çelim fushatën elektorale. Zgjedhjet ishin me sa? Në 26 shtator. Në 26 shtator. Qysh nga tani ti mundesh që t'ju shkruaj njerëzve derën derë? Unë në fakt e kam bërë përpara se të regjistroja kandidaturën time, duke pyetur për çështje të rëndësishme që e shqetësojnë komunitetin ku unë jetoj, ku unë jam pjesë, duke marrë mendimet e tyre, sugjerimet e tyre, dhe duke mbledhur të gjitha, mendova dhe vendosa që të jem kandidate. Pa. Mirë, atëherë suksese. Edhe besoj që me datën 27 tetor. 26 tetor. Jo, me 27-in t'jeshe zgjedhur. Numëron votat edhe ne bëjmë një telefonat ekipit edhe i sipakut edhe ty e turojmë. Fare nuk dëshoj. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë. Në fakt unë pa marrë parasysh për fitoren ose jo, ose për humbjen, se çdo humbje të mëson, çdo fitore të gëzon. Unë i bëj thirrje gjithë komunitetit shqiptar në Toronto, po edhe jashtë Torontos, në Great Toronto Area, të dalin të votojnë për zgjedhjet lokale. Janë shumë të rëndësishme për shkollat e fëmijëve, për kurrikulën, për shumë gjëra, vendime të rëndësishme, për rrugët, për parqet, për ato çështje të rëndësishme në përditshmërinë e tyre që shqetësojnë ata. Për shembull, këto vendimet kush i merr për këto dritat që donjëherë do dritat s'funksionojnë mirë. Është municipalities, janë komunat. Po, çfarë dimensioni jetojnë ata me këto bicikleta ose me këto, na shpifen me shpresoj mos fillosh nota ti ngushtosh rrugën. O, zoti ma, po këto është 8 muaj të borë, s'ko logjika me pas designated bike lane, ha? U shtetë 8 meshme. E ke parë në Kopenhagen ti që një pjesë e mire e qytetarëve lëvizin me bicikleta që thashtu edhe atje dimre shumë jashpër. Po pse blokon këto s'ka logji? Pse kur s'ka borë aty, s'u kalon dot një bicikl një në 8 orë. A kupton, nëse është ma bëj. Nuk ka problem këtu, me atë informacion që kam unë, zakonisht pyeten qytetarët. Bëhen teste dhe merren vendime. Pa feedbackun e qytetarëve, nuk merren vendime. Qoftë edhe në qeverinë lokale. Jo, këtu demokracia funksionon kështu shumë. Kjo është shumë e rëndësishme. Po, e di gjëna, po logjik s'ka prapë. Tash aty në Bloor Street, i vendos ato bike lane, tash $50 milion mi shpenzu prapë, mi hjek ato. Qeveria lokale thot, ti ke vendos, federale, kjo provinciale, thot, na shpive, thot, qao bo, kështu, edhe komisioni mbledh aty një analistan, du të njek. Ti e ke fjallën për kamerat e shpejtësisë? Jo, vetëm kamerat e shpejtësisë, kam fjallën për këto bike lanes, këto, simon për bicikleta, këto... Të dezignuara. Tani, pjesën, për shumë, unë jam... A marrë vesh bicikla, mos të motor, e di, bajtë, ato i kam gjithë shqiptarë i pysë, na vdicën me këto bicikleta. Veç ato mos i voto, për tjerat në rregull. Absteno. Këto janë, pastaj janë komisionet të caktuara, pjesët të cilëve bëhesh në procese sipër. E di që këtu funksionon demokracia në kuptimin lokal, se ata që mbledhen edhe nuk miren vendimet hak, janë të analizuara, por për këto bëj pak me shaka për punën e këto bike lanes, po është një qikë si e tepruar, sidomos në qytetin e Toronto, se tash Oshava, këtu qytetet më të vogla, është pak më ndryshe, ka më pak trafik, është tjetër sistem. Po, ne do të urojmë ty me 27 tetor,
edhe unë të rej shumë sukses në drejtim. Po tash do këthem një bised, s'mund me ikë Shqipëris, me ikë Maqedonisë Veriut, Tetovës. Okej, Danjeza ka lindur në Shqipëri. Po, kam lindur Dikun afër Koçës, në Koç, aty unë dikun. kam lindur në Arqisht. Po. Baba im ka qenë ushtarak, prandaj dhe kam lindur atje, është një fshat në jo shumë larg Korçës, edhe aq më tepër jo shumë larg Bilishtit. Është një fshat me popullsi, pjesa më e madhe janë ortodoks, por është i njohur për kishat, prandaj përmenda këtë çështjen e fesë. Por në kohën kur unë kam lindur, nuk kishte besim për shkak të sistemit. Sistemit, po. Po, ke studiuar në Tetov. Po. Po, ç'neti ku në Tetov? Si erdhi ai vendim? Në fakt unë nuk e Maqedonia sa kishte mbaruar Maqedonia e Veriut. Sapo kishte mbaruar një konflikt ndëretnik në vitin 2001, unë gjimnazin e kam përfunduar në vitin 2002 dhe shkollën fakultetin e kam filluar po në vitin 2002. Erdhi si një bashkëbisedim me shoqen time të ngushtë. Ata kishin familja e saj kishin informacion për Universiteti i Evropës Juglindore, Southeast European University. Ky ka qenë në Tetov. Po, në Tetov dhe në Shkup. Por dega e parë është hapur në Tetov. Dhe qëllimi i universitetit në fakt ishte bashkimi ndëretnik i popullsisë në Maqedoninë e Veriut, nga pjesëmarrjet studentëve të pakicave etnike dhe prap jo universitet shqiptar tamam. Jo nuk ishte universitet shqiptar, kishte profesor kishin ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po kush e kishte hapur këtë universitet? Dekani i fakultetit juridik, Dennis Farrington, ishte një Amerikan. Mbas përfundimit të marrëveshjes së Ohrit, forcat politike menduan që të hapnin dhe një universitet, ishte dhe universiteti shtetëror i Tetovës, mendonin që të hapnin dhe një universitet për të bashkuar, për të krijuar atë bashkimin ndëretnik mbas konfliktit në Maqedoninë e Veriut. Ky ishte qëllimi, që të mblidhnin bashkë student maqedona, student shqiptar nga Shqipëria, student shqiptar nga Maqedonia, shqiptarët nga Kosova, dhe t'i mblidhnin brenda një komuniteti të vogël që e quajtën universitet. Edhe të filloj me vllaznin bashkimin ton ballkanik, që ne ti duam ata, e ata neve mera. Ishte më tepër për të ulur tensionet në mbas konfliktit, ashtu siç e përmenda, dhe për të pasur një bashkëveprim dhe bashkërendim me brenda komunitetit, sepse ashtu siç edhe ne dim, në Maqedoninë e Veriut ka pakica turke, ka Bosnjak, kemi dhe popullsinë maqedonase, pastaj jemi popullsia shqiptare, dhe për këtë bashkim ndëretnik u bashkuam dhe ne shqiptarëve nga Shqipëria dhe shqiptarët nga Kosova, sepse un kam pasur shumë kolegë të studimeve shqiptarë nga Kosova. Ka qenë gjuhë shqipe? Universiteti ishte në 3 gjuhë, ishte në anglisht, në maqedonisht dhe në shqip. Po, dhe ligjëratat, leksionet, sepse po e them në dialektin gegrisht. Leksionet mund t'i merje në anglisht, mund t'i merje në shqip, ose mund t'i merje dhe në maqedonisht. Po, si ka qenë për ty kur ke filluar ti? Unë e mbaj mend Tetovën, si ka qenë ai fshati ku ka qenë Reçic e vogël. Po, tani të jem e kështu tamam e sakt në atë dialektin e Tetovës, Reçajca. Reçajca. A unë vetaj gjibon, vetaj majri. Po, sigurisht për ty ka qenë një shok pak, se pa diskutim. Dallimi mo, Pa diskutim, sepse ne në Shqipëri po e nis nga feja.
Ne në Shqipëri kemi një bashkësi fetare dhe një paqe brenda bashkësisë fetare që admirohet nga shumë vende, admirohen edhe nga komunitetet që jetojnë jashtë kufive shqiptare. Në Maqedoninë e Veriut, pjesa ku ishte universiteti, Southeast European University, dhe fshati kishte popullsi dominante muslimane. Po. Kjo edhe më pengonte, po edhe nuk më pengonte. Për vetë faktin se mënyra se si ne qaseshim në veshje. Mënyra se çiltërsia, shpirti i lirë, ashtu si ishim rritur ne brenda në territoret e Shqipërisë son të vogël, që dallonte edhe në mendësi, edhe në kulturë nga një pjesë e mirë e shqiptarëve për hir të së vërtetës. Ju keni shkuar me një fshat në Kaçenë Lehtë, është goxha pjesë konservatore. Po, e vërtetë është, po. Unë mbaj mend, vitin 98-99, kam pas shok që ka studiu në Universitetin e Tetovës, po nuk ishte ky Southern University. Southeast University. Southeast, po. Edhe ishin aty reqica vogël, gjepqishtë, që ka qenë do fshata. Tetovarët janë shumë ikprica, shumë jo dashur. Shumë. Po. Po gjuhën që ne flasin, dialektin, është pak i rëndë dhe për neve të Kosovës. Mirë po ka pas plot nga ata që kanë jetu në Kosovë në atë kohë. Unë për veti i admiroj shumë, unë kam kalu shumë mirë, kam kujtime pa fund në atë vend, mikpritjen që e kam bo, se kujdishin që i kam marë si nga Kosova. Unë s'kam qenë student, kam shku me vizitu shok atje, është për ti përgëzuar, po normal që edhe për mu ka qenë diçka e re kur jam shku në fillim. Edhe pse janë shqiptar, është mënyra komunikimi, gjuha atyre, ritmi, mënyra se si flasin, ushqimi besa. Ata Maqedonia u nda më herë, ne ishim të okupum vitin 89, ne ishim shumë të shtypën në Kosovë nga regjimi serb. Kishte disa lëvizje më ndryshe, ma dallim. Po unë mendoj që si do që tjetë ishte një eksperiencë e bukur pa aq kosa kam kalu. Edhe pse doja të studioja, po unë kisha përfundu studimet, po aty ti ke taku shok gjithanej. Po, e vërtet është. Kjo është e bukur se kanë nga Kosova. Po, kam pasur edhe vazhdoj të kem akoma miq shumë të mirë nga Kosova, edhe Kosovën e dua shumë. Pjesën e Maqedonisë së Veriut ku unë kam studiuar, dua të theksoj, janë vërtet njerëz shumë ikprica, pavarësisht dialektit apo atij sistemit patriarkal ose dhe shumë tradicional. Po janë, e vërtet. Po shumë shqiptar. Na kanë mikpritur, na kanë dhe i falenderoj. Ndërsa për pjesën e miqve... Fjetën, ku e ki bagë? Ka pas konvikte? Universiteti ka qenë i rrethuar. Ne nuk kemi pasur... Nëse nuk kishim dëshirë të kishim kontakt jashtë rrethinës universitetit, mund të qëndroj brenda në universitet. Universiteti kishte të gjitha. Universiteti kishte auditorin, kishte klasat, kishte administratën, dekanatet, kishte konviktet, kishte restorant, kishte market, kishte librari. Universiteti ishte një qytet e vogël që ishte fatkeqësisht larg realitetit të Reçicës, të Tetovës dhe të rrethinave përreth. Po ti ke pas drejt me dalë? Po, absolutisht po. Po vetëm se... Ke pas drejt me një Tetov, Shkupa? Po. Ne kemi pasur, vetëm se... Dhe kjo ishte një gjë akoma dhe më e mirë, sepse çdo lëvizje ishte kontrolluar, ne kishim një security në hyrjen kryesore të universitetit, dhe çdo lëvizje kontrollohej nga security nëpërmjet ID-s. Po, tash është ende ashtu një tabermendje, apo ka ndryshe? Po, është njësoj. Njësoj, po. Nuk e di, u bën shumë vite që nuk kam shkuar për të së vërtetës. Tash po kthehemi te shokët, mos ta harroj se unë Jo, nuk harroj. Por nuk e di, a ka akoma ende
student nga Shqipëria që shkojnë atje. Këtë informacion nuk e di, nuk e kam, bën shumë kohë që jam shkëputur, por në lidhje me pjesën që ne kemi qenë studentët e parë, kemi qenë një grup. A ke qenë studente e parë atë universitet? Po, në universitet, nga Shqipëria, po. Gjenerata e parë, po. Pastaj erdhën dhe më vonë dhe të tjerë. Dhe Kjo universitet qëndroi si një ur lidhse e Shqipërisë me Maqedoninë e Veriut, me Kosovën, dhe na krijoi mundësinë që të njihnim edhe vllazërit tanë. Nga afër. Nga afër, po. Unë kam akoma... Për këto që ka nevojë ky popull. Po. Shumë ka nevojë. Po. Unë e dua shumë Kosovën. Ka bër shumë Kosova për mua. Edhe unë prandaj e dua. Njerëzit nga Kosova kanë bërë shumë për mua, edhe unë jam shtet falënderuese. Po këtu po du me dalë. Ata shok që i ke takuar në universitet aty. Ka pas dhe nga Kosova që ti ke fillu një shoqni 3 aty, si dhe pastaj e ke vazhduar me tutje. Po, unë e kam vazhduar dhe vazhdoj akoma dhe sot. Shoqja ime ngushtë është nga Kosova, gjithashtu Gresa, është Gresa Sefaj. Është ata janë një familje që më kanë hapur derën edhe më kanë pritur, edhe unë kam shumë respekt. Por edhe një fakt të rëndësishëm që gjithashtu është, sepse në formimin e njeriut unë mendoj që ka ndodhit caktuara, takohen njerëzit, dhe pastaj ata njerëz, ato ndodhin lënë gjurmë në jetën tënde. Shumë e vërtet. Dhe këta njerëz që unë kam takuar, që janë njerëz të mrekullueshëm, kanë lënë gjurmë në jetën time dhe kanë ndikuar në jetën time. Një nga ata është edhe profesora Redin Kuçi, që më ka marrë dhe kam qenë pjesë falti e Universitetit Veror të Prishtinës për 2 vite rresht. Ai ka qenë edhe në Universitetin e Southwest University. Po, ligjërus aty. Ka qenë profesor, ka qenë Fatmir Sediu ish presidenti i Republikës Kosovë. Edhe Redin Kuçi ka qenë ministër i drejtësisë në kuadër të Partisë Demokratike. Po. Ka pasur dhe profesor Blerim Reka ka qenë profesor që më ka dhënë drejtën europiane. Ma aq informacion sa ka qenë ish kandidat president për Maqedoninë e Veriut. Po, tash duket është si ambasador, apo nuk di, ka një funksion e prezidon Kosovën. Por më e rëndësishme është influenca që ka pasur i ndjeri profesor Zenullah Gruda. Zenullah Gruda ka qenë profesorim të drejtës ndërkombëtare publike, dhe ka pasur një ndikim të jashtëzakonshëm, një burr brillant. Një mendje ndritur. Kam dëgjuar fjalë të mëdha për të. Një mendje ndritur, ai ka qenë ish ambasador i në periudhën e ish Jugosllavisë në Panama, dhe profesor gjithashtu, njeri shumë i ditur, enciklopedi. Ai individi ishte enciklopedi. I lexuar shumë. Shumë njeri i lexuar. Profesor Gruda, ndjes pas, më ka dhënë mundësinë për të vizituar Institutin e Kriminologjisë në gjatë luftës në Kosovë. Është një institut në Prishtinë, atje ku unë jam përballur për herë të parë me historinë e luftës, me realitetin e luftës. Si të ka bërë mundia? Ajo më ka bërë kjo që jam sot, që të vlerësoj, të bëj pjesë të bëj punë vullnetare në Durham për shkak të asaj përvoje, dhe të kuptoj dhimbjen e grave të dhunuara, grave që fati i keq i historisë i bëri të kalonin në peripecira, në dhimbje, që nuk ka fjalë të përshkruan. Ajo vizit në atë institutin e kriminalistikës më bëri të mendoj shumë mbas asaj vizite. Unë jam munduar që të marr pjesë edhe në për
aktivitetet që organizonte gjatë Universitetit Veror për të treguar profesorëve të huaj dhe studentëve të huaj, sepse kishte student nga gjithë Europa. Nuk e di a e vazhdojnë më, nuk e di. Nuk e kam atë informacion, nuk e di a e vazhdojnë më, sepse ai ishte një provëmim i bukur i Kosovës. Jo vetëm në aspektin si shtet, sepse atëherë nuk ishte shpallur pavarësia, por si për të treguar dhimbjen e madhe, vuajtjet e mëdha të popullit të Kosovës në për të cilat ka kaluar dhe heroizmat kryesisht të grave shqiptare të Kosovës mbas atyre eksperiencave, mbas atyre vuajtjeve. Një plagë e madhe. Që të le shenjë. Edhe kjo shenjë më ka lënë dhe më ka e mbart me vete atë shenjën dhe sot fal asaj vizite e kuptova aty faqin ndërprej. S'ka problem. E kuptove një të vërtet hidhur se ne kem dëgju, po kur afrohesh futesh në një institucion si ka qenë ai, ti e ke kuptu dhimbjen, e ke kuptu një të vërtet shumë të hidhur, se çka po ndodh. Ose se çka ka ndodhur. Me faktet atje jam kam ngelur pa fjalë. Përballë fakteve njeriu dorëzohet. Edhe aty e kam menduar thellë. Me luftën e Kosovës jam përballur qysh kur kam qenë në gjimnaz, sepse ne kemi pasur familje në familjen tonë nga obiliqi i Kosovës, që edhe sot mbajmë kontakte. Nice. Por nuk i dija për masat. Në qoftë se njeriu nuk i di për masat, nuk ka se si e kupton dhimbjen e tjetrit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Duhet të kesh informacionin, duhet të njohësh historinë për të kuptuar dhimbjen e tjetrit. Unë kjo mendoj që na mungon neve shqiptarëve të Shqipërisë të Kosovës që për më njoh fakt ma thellë. Se fatkeqësisht na ndan historia dhe u bën me gjenerata që jetojnë dalas. Për më shkria jo, më bo bashkimi do të njihet dhimbja. Po nuk e njoftëm dhimbjen dhe nuk e njoftëm atë realitetin se çka kaluan vëllezërit tanë nga Shqipëria, vëllezërit e motra tanë, po edhe nga Kosova, Maqedonia, sikurse do jetë disa copë ndara që mu më dhem shumë, sepse në fundin jem shqiptar, jem gjithë shqiptar, me ato të mirat e të këqijat tona, me ato dallimet mes vete, ndryshimet që kem, për në fundit jem një tron me shumë deg. Ama kur njifesh me tjetrin e një realitetin më të mirë edhe paragjykimi të humbën, se e din thellësi që kjo është e vërteta, këto tjerat janë propagandë, edhe këto tjerat janë paragjykime, edhe e din ku qëndron pastaj. Nuk i fut gjithë me një thes, nuk ban me fut gjithë me një thes. Në anglisht këta kanë një fjalë shumë të bukur, që në ndonjëherë edhe e shqipëzon, që është prapë shumë bukur, është empatia. Empathy, ja. Empatia. Është të ndjesh dhimbjen e tjetrit. Dhe kjo ishte ajo e rëndësishme për mua, dhe kjo më ka bërë që ajo vizitë më ka lënë gjurmë dhe ka bërë që unë sot të jem vullnetare në shumë në Durham Region, në aktivitete ndryshme, në non-profit organization që janë organizata jo fitimprurse për luftën për mbrojtjen e grave të dhunuara dhe fëmijëve të dhunuar, sepse pavarësisht se ne jetojmë këtu, edhe ndonjëherë shkëputemi nga realiteti për shkak të përditshmërive tona, prap jetojmë në një vend ku ka dhunë. Po më ka gjithane, çdo vend botës ka. Dhe ajo vizitë më ka bërë që të ndihmoj ku ka mundësi në mënyrë vullnetare gra, nëna, fëmijë që kanë nevojë për ndihmën e dikujt, që kanë nevojë për një mbështetje. Po aty Simon e vazhdova shoqërinë me Grecën. E vazhdova unë para 2 orësh fola me Grecën sepse isha me Mirjetën. Edhe i dërgova rastësia biseda me Mirjetën.
I dërgova foton dhe ajo u gëzua shumë. Kanë qenë shoqe klase. Po, shoqe klase, kjo ishte një rastësi shumë e bukur. Edhe tha, mezi po pres të vit ju takoj të dyja dhe ka shumë qef që të vi në Kanada. Po mirë, ne mirëpresim gjithmonë dua që ajo të vi. Po, është të rrugë pak e largët, po pse? Vjen. Unë dëshiroj që të vi Gresa këtu, po ke kalu kohë në Prishtinë. Kam kaluar kohë në Prishtinë, kam kaluar 2 universitete verore në Prishtinë. Jam e lidhur shumë me Prishtinën. Isha para 2 vjetësh në fakt te Gresa gjithashtu. Bashkë me një shoqen time të ngushtë, Terisën, e përshëndesim. Dhe pash një ndryshim. Që ishte fantastik. Po pak është hapur se ka filluar më të lulja. Unë për herë të parë kur kam shkuar në Prishtinë, kam shkuar nga Shqipëria dhe kam shkuar nga rruga e vjetër e Kukësit për të shkuar për herë të parë në Universitetin Veror, më ka çuar i mat. Kemi udhëtuar gjithë natën me autobus në ato rrugët e tmerrshme të Kukësit, edhe pastaj kemi arritur te stacioni i autobusave, derisa i mat më vendosi dhe u kthye përsëri. E mbaj mend, nuk kemi ardhur nga Maqedonia sepse unë atë kohë e kisha mbaruar universitetin, vitin e parë të universitetit dhe ishte një shkputje 2 javorshe para se të fillonte Universiteti Veror në Prishtinë. Po, është më afër ka qenë më shku nga kjo pjesa e Maqedonisë apo? Jo, ishte më më larg është duket. Kombinonte më tepër po të shkoje nga Tirana. Nga Tirana për në Prishtinë. Ndërsa para 2 vjetësh kemi shkuar me Risën edhe ishte fantastike. Kam merja video, fotografi pa punë, ishte shumë bukur. E për këto kem vojtën. Sa bukur që ishte. Tjenë këto si thonë këto highway, autobanet, apo auto-ullë si quhet taman në Shqip. Ajo ishte një punë fantastike. Ishte një punë fantastike. Nuk më pëlqeu që atë pagesën, por ajo e konsideroj mirëmbajtje të po ta konsideroj mirëmbajtje të rrugës, se ka nevojë. Por ishte investim fantastik edhe i përgëzoj për kushdo që e ka arritur. Unë e di që kur nis ky muhabet u dha si një vendim që do bëhet, me sa kam dëgjuar se tash politika nuk o pjesë e jona, po ka qenë edhe interesi amerikan që të hapet kufini, se kanë kuptuar që janë dikun 2 milion popull që janë tetur me dalë në shtetin am, që të hapet pak turizmi, pak a shumë ajo e filloi vallën e turizmit vitin 2010. Dhe jashtë asaj që kjo parti e bëri, ajo bëri, ato stafetat... Pa marrë parasysh, nuk përmend absolutisht ashtë... Amo ka mbet vesh dejtë Toma. Atë kujtohet e Toma Kavja. Pa aty, tani denep, se gjithë do të qeni rotando, po na bëni një autoban byllë më burë, nga fillimi dhe në fund, do dalë unë kur du me dalë. Po, aty dalë rruga për Peshkopi, nëse zgaboj, në anën e djatë, kur nisesh për Kosovë, edhe aty fillon, si me thonë, ajo me 2 korsi. Po, unë e kam një ndër rrugë që e pëlqej më shumëti, sa të shkoj, në Kosovë, bëj me shumë knatësi, ndalem edhe gjatë rrugës. E kam një ndjesi që po iku në mëdheun tim që se kam parë një kohë gjatë. Si më shku të dajt. Për mu kështu është, aja ndjesia e fëmijë që më shku të dajt, po një dajt që e do fort, jo të dajt që si e pas bombanë. Unë njerëzve që në biseda shprehen atë detarizëm, dashurim për atë dheun, gjithmonë i them, ne të gjitha duam atë dheun ashtu si që duan shqiptarët e Kosovës Shqipërinë. Do ishte më mirë, a? Po, ma eksploro këto, ma thuj se kjo po më intereson nga që ti ke edhe shërbet. Unë kam shëtitur shumë Kosovën, jo vetëm në Prishtinë. Kam shkuar në Gjakov, në Prizren, në Pej, kam shëtitur shumë. Në kohën kur unë kam shëtitur, unë nuk vi nga një qytet i madh.
ata më dukeshin njerëz që hapnin dyer, hapnin zemrën, që na mirëprisnin. Për çdo gjë çfarë kishim nevojë. Dhe çfarë është më e rëndësishme kur unë i thoja, sepse ne ishim student nga gjithë Europa në Universitetin Veror të Prishtinës. Dhe kur unë i thoja që po unë jam nga Shqipëria, dëgjonin bisedën në anglisht mes studentëve me njëri tjetrin, dhe kur i thoja po unë jam nga Shqipëria, o nëna Shqipëri, o mëma Shqipëri. Edhe domethënë me njëherë atë ngrohtësia ishte dyfisht. Kjo më ka bërë ka bërë përshtypje, absolutisht. Do ta tregoj edhe një fakt tjetër. Në vitin 2005, unë nëpërmjet universitetit kam qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 2005, pjesa kur unë kam qenë në Meknes University në Louisiana Lake Charles. Gulf of Mexico, që quhet. 2005, shtatori 2005, Gulf of Mexico hitet nga uragani më i fuqishëm, që është uragani Katrina, që njihet. Po, që ishte dhe Hurricane Katrina, dhe periudha që unë kam qenë në Amerikë ka qenë shumë e shkurtër edhe për shkak të uraganit. Kam pasur një shok nga Kosova, Gazimendin, nuk kam kontakte. Unë zakonisht më pëlqen që t'i mbaj kontaktet me njerëzit, dhe në mundësinë e parë që më jepet, unë kudo që ndodhen shkoj i takoj. Po, ka kënaqësi. Nuk kam kontakt me Gazin, dhe më vjen keq. Një shok, ai ishte shok shumë i mirë nga Kosova, dhe i them unë për të kthyer e kam nga New Yorku. Biletën e kisha nga New Yorku. Them unë, po unë nuk kam njëri në New York. Sepse ne ishim një grup studentës gjithashtu të ardhur nga Europa Juglindore, Europa Lindore dhe Europa Qendrore. Ai më thot mua, po ne do shkojmë, thot mua, te vajza e dajës tim. Vajza e dajës së Gazit ishte gruaja e Arian Lalloshit. Arian Lalloshi është djali i migjës këngëtares së njohur Donna Lalloshi. Po. Nuk e di tani se edhe unë bëhem pak emocionale për jetës së vërtetës kur kapen këto biseda, sepse i kam shumë afër zemrës. Ata jetonin në Bronx dhe kishin vetëm një dhomë dhe një kuzhinë, dhe 2 fëmijë të vegjël, njëri sapo lindur, 2 goca. Njëra ishte 1 vit e gjysmë, goca e madhe, ndërsa goca e dytë ishte bebe. Bebe, pas e lindur. Ata humblodhën të 4 në një dhomë, edhe nëna i kanë liruar krevatin, njëri flinte në njërën anë të kuzhinës, njëri flinte në anën tjetër të kuzhinës. Edhe jo vetëm atë, por na kanë shëtitur në për New York, na kanë çuar në State Island. Si mund të mos e duam Kosovën, si mund të mos e duam njerëzit të Kosovës? Unë mendoj që ne shqiptarët jemi shumë i kprica kudo që jemi, si nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Malizi, Çameria, po edhe Arbreshët. Ajo që e bën shqiptarin që dallon nga tjerët është mikpritja. Gjë që në këtë vit, 2026, është nënsul jeta moderne edhe mënyra që shqiptarë po ndrojnë gradualisht, janë duke humbur. Nuk ka gjë më fisnike se me nda krevatin me dikon që vje i huaj, e akomodon dikon, se kështu ka qenë gjatë gjithë shekujve të historisë. Oj zoti i shtëpisë, ke konak. Tash, ide është po jo, ajo ty të kalon një mbres shumë të thellë, po ku ka më kënaqësi se me që shtëpia plot me mosafir, me të ftuar, po kjo është po na u gëzoshin si fëmijë ku na vinte dikush, ta mendosh që ajo familje ishte familjere, me të thash, vajza ishte foshnjë e sapo lindur. Edhe të hapësh shtëpinë për unë isha e panjohur për ata. Të hapësh shtëpinë për një studente që ti në fund të ditës nuk e njeh.
Kjo tregon shumë çka për mikpritjen e shqiptarëve të Kosovës, edhe për shqiptarët e Kosovës. Të paktën te unë ka një vend të veçantë. Mu gëzon ky fakt që ti ke pas përvoja shumë të mira, gjithani ku ke shkuar, edhe Simon ta ka arrit edhe respektin e dashnin, po edhe jeme fat se unë mendoj që shumica shqiptare kudo që janë të mirë. Mund të them më shumë se 90%, bile 95%, është një fjalë e urtë, nuk ka mal pa ujk, fis pa pis. Gjithmonë ka dikun, po ideja e bukur e gjithë ti muhabeti është që mos mi fut me një thes. Jo, absolutisht. Absolutisht. Unë po flas për eksperiencën time. Ti flet eksperiencën, më gëzon faktin që ti ke pas eksperiencë fantastike, edhe ty të kalon, Simon, po ti e ke kapë edhe shpirtin e shqiptarit Kosovës, të humorit, se ti me agresën ke kalu shumë kohë. Ke fillu me kuptu logjikën e komunikimit. Familja e Gresës, gjithashtu, prindrit e mi dua ta kanë pasur një rol të jashtëzakonshëm në formimin tim, në edukimin tim, por ata janë një familje tradicionale, baba im është ushtarak, ndërsa nëna im është ekonomiste, dhe në mënyrë paralele shkoja te familja e Gresës. Edhe shikoja një baba që kujdeset për shumë fëmijë. Edhe një nën që punonte me organizata ndërkombëtare. Në familjen time unë nuk e kisha këtë. E ke parë një pjesë tjetër? Kam parë një pjesë tjetër. Ashtu siç dhe shkoja në Maqedoni, dhe shikoja gra të pashkolluara, të paformuara. Po, se ka qenë të shtypë, më? Të shtypë, po, nga... Dhe kjo është e bukura e rrugëtimit tim. Sepse kam parë shumë ngjyra të njëjtit komb, që jemi kombi shqiptar, në dimensione të ndryshme. Hama ma thuj pa atë bureku, atë mungon e bureku i Kosovës. Ai bureku i Xhaxhi Nezirit, po më mungon shumë. Xhaxhi Nezirit. E bënte Nezir Sefaj një byrek me spinaq, edhe thonë pse nuk e keni, kur i thoja unë do vi, po pastaj ndrohej, edhe nuk për shkak të ndonjë ligjërate ose dhe nuk i thoja Gresës nuk vi këtë fundjavë. Po do të më mungoj shumë byreku me spinaq i babit. Edhe po pse nuk e keni marrë danjezën, thonë Neziri, pse nuk e keni marrë danjezën. Dhe këtë radhë kur kam shkuar, gjithmonë është ndjenja e mallit. Se ushqimi lidhet me mallin. Pra të thonë ti ke pas fatin, Simon, disa ushqime që janë, që i thonë fast food, ushqime të shpejta, si qoftët, ato pleskavica pleskavica është një lloj burgeri, ka me termin pleskavicë. Nga gjuha, nga domon gjitha këto ushqime janë të përditshme që njerëzit i hajnë çdo ditë. Po kur je me një kohë caktuar që ke nejt, ka të lidhë emocionalisht për shembull. Tani jo vetëm byreku, por ne po ngjiteshim te shtëpia e Gresës, edhe ajo tha, po pritëm daloj tha në market, tha të bëj ca pazare se do bëjmë ja dy gjëra të mira. Domethënë ajo lidhja e ushqimit, e mikpritjes, janë disa element që mua nuk janë ashkaloj dot kollaj. Dhe kjo është me e bukura. Unë kam pas një emocion para se më fut në Vlorë vitin 2010 për herë të parë. E ullu me një vend, nuk di si quhet ai fshat. Po siç duket pra ishte pak me nerva. Po nuk u sollaj keq. Po si me habi edhe ne i kërkuam zog fshati. Na i bëri thasha, bono një thashtë të qenë ka i vogël, thashtë qenë ka shumë i shishëm. Po më bas ta s'ka problem na i bëri. Tash për mua ajo është një emocion që s'harrohet kurrë. Ai ushqimi, zog fshati, me atë salatën tradicionale të fshatit, me atë vajnë e ullirit, me ato, unë sot e kam atë në kokë atër, edhe atë shie. Edhe aja pami ishte një muzgë, të më duke si kurse e kaluan fjerin para se mu fut Vlorë dikon. Me më vram bot nuk e diamen. Po një ndjesi që lidhet me ajrin, me pejsazhin, me ushqimin, me këto. Domon isha i mbushur plot. Edhe në funda i na dha diçka të ftoft me pi, edhe
Tha, nga jeni, thosh, punem nga Kosova. O, mirë shumë. Tha, ku shkoni? Thosh, dhe për Sarandë, misë. Hajde, tha, doni edhe nga një kafe nga unë, thash, po bonë edhe pse jo, hajde këto. Edhe na e dha edhe unisëm edhe, po pastaj kur u kthym nga ana e Belenës, edhe aty një mik pritjet pa të restorant që morën vesh jena nga Kosova. Domthon, këto mu mungojnë. Këto janë ato që janë ato elemente, gjërat vogla, ku ti ndihesh njerëzor, ti ndihesh i pranuar, ti ndihesh special, ku tjetrit bën mundi mirë. Se në fundin e gjithë do paguajmë, normal edhe aty do paguaj, edhe këtu ku do paguajnë. Po ajo që e dallon është e buzëqeshja, e dashnia, hajde do më bac, unë këtu pia, do me hangër me pi. Ja ty të kujtohet edhe minimarketi, për shembull. Po, edhe e thash që në fillim që janë ngjarje, janë njerëz që formojnë karakterin ton, edhe kjo gjithashtu më ka bërë, është një element i rëndësishëm, mikpritja e këtyre njerëzve më ka bërë që edhe unë sot ne punojmë, unë edhe më shoq, punojmë në kryesisht me kanadezë. Nuk kemi pasur rast që të punojmë me shqiptar, dhe këta kanadezët që ne kemi punuar dhe vazhdojmë të punojmë, kërkojnë të dimë më tepër për Shqipërinë, për ushqimet, për traditën. Dhe në momentin që thonë, po unë nuk kam provuar asnjëherë ushqim shqiptar. Ka qenë ai moment, ajo mikpritja e familjes nga shqiptarëve të Kosovës që kanë bërë te unë, dhe unë të hap dyer për njerëzit që shprehin kuriozitet, dhe ti them, jeni të mirë se ardhur në shtëpinë tonë të provoni ushqimet tona. Unë nuk jam një kuzhiniere ose një shefe e kuzhinës, por me aq mundësi sa kam, aq ato pjata që unë di ti përgatis me shumë dashuri dhe ju jeni të mirë se ardhur. Dhe në shtëpinë tonë kanë dalë shumë njerëz dhe kanë provuar ushqimet shqiptare. Ke mirë shumë. Kështu që ju jeni të mirë pritur gjithashtu. Pavarësisht se për zotin me gjithë dëshirë. Tash di çka ka nga ana Korçës po byrek, po byreku i tyre se ai bureku që bëhet Korçë ne i thojmë një fill. Një fill është me 2 peta që bëhet. Lakror. Jo, ndryshon byreku nga lakrori tani. Te ne terminologjia është ndryshe për shembull. Burekut ne i thojmë ajo që blehet jashtë. Nuk i thojmë shpi, i thojmë pite ose lakror. Ju i thoni pite, po. Pite ose lakror. Tash varet pite me mish, pite me qep, pite me purri ose preshi. Ne i themi në pite suaj, ne i themi byrek. Ndërsa lakror është lakror i Korçës që është bëhet vetëm me 2 pet. Ai quhet një fill nga vjen. Një fill domon po fillon. Një fillim. Një fillim. Ato kur mbente nana, që mbente 2 kuleç, që kanë vetë, që kanë zonë të kjo pitja madhe, e bënte një fill. Edhe kam kuptuar edhe kam hangër edhe në te Dardha kam porosit, kam qenë me Mirjetën, edhe në brenda në qytetin e Pogradecit, e kam kuptuar që ai saçi nga familje që nga Veriu, që ku di un ku jo nis, e kam përfunduar aty bile një shok Thomaj, thot ne kemi preardhë nga lart, janë nga sigurisht nga zona e Veriut dikun që ka ardhur, se ashtu ai saçi ka qenë nga Veriu. Po na zon përdoret, ai po ai një filli, po unë të falenderoj shumë Daniela për këtë dhe jeni të mirë se ardhur dhe unë e pranoj publikisht në knatësi. Ka disa mënyra se si mund të promovosh vendin nga vjen. Dikush e bën nëpërmjet muzikës, dikush nëpërmjet poezisë, nëpërmjet aktrimit, nëpërmjet janë nëpërmjet punës, administratës ose jo, biznesit. Unë kam zgjedhur në këtë mënyrë, në mënyrën time, ne kemi zgjedhur si familje në mënyrën tonë, sepse do më kritikojmë shoq, do më thotë, po ti nuk jeton vetëm. Ne kemi menduar që kështu ta promovojnë edhe Shqipërinë te njerëzit që nuk e njohin ose e njohin fare pak dhe që kanë dëshirë ta njohin. Nëpërmjet bisedave të ngrohta në familjen tonë, nëpërmjet ushqimit, edhe nëpërmjet mikpritjes. Ajo është kryesorja. Por me dal nga kjo temë, në fund përfunduan në Kanada dhe do e mbyll aty se ambac kjo ardhja në Kanada është pak e dhimbshme, me thënë. Përpara se të vi në Kanada, unë dua të përmend edhe një ngjarje tjetër që gjithashtu ka lënë
gjurmë, është një nga ato ngjarjet e tjera që kanë gjurmë. Unë sot punoj për March of Dimes Canada në një projekt shumë të rëndësishëm që është brand revitalization dhe do lançohet në vjeshtën e këtij viti. March of Dimes Canada është një organizatë nacionale, kombëtare për të gjithë provincat e Kanadas, jo vetimprurse, që pjesërisht financohet edhe nga qeveria federale, për njerëzit me aftësi të kufizuar. Unë kam qenë një fëmijë me aftësi të kufizuar, kam crippled ashtu sepse nuk më pëlqen ta përmend emrin në shqip, për shkak të tingëllimit jo të mirë të fjalës, por për shkak të nënëstime, për punën e palodhur, për heroinën që ajo është, unë jam kjo që jam sot. Dhe një ngjarje tjetër e rëndësishme është, prandaj dhe punoj sot për njerëzit me aftësi të kufizuar. Çdo gjë e jetës time është e lidhur, çdo proces, çdo ngjarje e rëndësishme është e lidhur me atë çfarë unë bëj sot. Dhe një tjetër që më ka bërë të jem mirënjohëse si njeri, edhe të vlerësoj njerëzit e mirë, është kur unë kam qenë 5 vjeç, kam humbur në Durrës, në plazh, për orë të tëra. Mamaja ime ka qenë shtatzan, babai im doli në plazh me mua, pak nga ajo pakujdesia e burrit, unë largohem edhe nga plazhi Liria që ne kemi pas pushuar në atë periudhë në 89-ën, deri në Hekurudhat, unë kam ecur në këmbë dhe jam gjetur nga një grua dursake. Sa është larga? Mund të jetë 5 kilometra, 6 kilometra. Një fëmijë 5 vjeç që ecte me kilometra të tërë në rër, edhe jam gjetur nga një grua e cila të cilës jam mirënjohëse dhe kam nuk e mbaj mend shumë pak, por të mos thënë as pak, por ajo kishte bërë një rëndësimin në polici që kishte gjetur një fëmijë dhe unë jam ribashkuar përsëri me prindrit e mi. Janë këta njerëz të mirë, janë këta njerëz mikpritsa, janë këta njerëz që më kanë bërë mua që t'jem kjo që jam sot. Domon ti e definuar nga ngjarjet e jetës time. Edhe domon ndjen kënaqësi që ti sot punon dhe vepron me një institucion ku merren me njerëz që kanë me aftësi të kufizuar. Po, unë gjithashtu jam pjesë e programeve që ata ofrojnë. Ne po punojmë në mënyrë intensive për planin strategjik për 4 vitet e ardhshme dhe gjithashtu për ndryshimin brand revitalization të organizatës, që është për të gjithë provincat, për të gjithë Kanadan, dhe ajo çfarë unë kam qenë fëmijë më ka bërë sot që të ndihmoj këta njerëz që kanë nevojë. Thënë troç, Tanjeza, falenderoj shumë. Faleminderit. Unë edhe dua ta them këtë. Unë uroj që së pari të zgjedhësh si asambleiste apo city councilor. Ajo është diçka që duhet bërë dhe të uroj sukses aty, por të uroj sukses edhe në gjithçka tjetër që ka bën, edhe falenderit që na erdhe në odën tonë, na nderove me një bisedë shumë të mirë. Faleminderit për ftesën, faleminderit që jam këtu sot me ju, që isha sot këtu me ju. Kjo është dhe vetë një kujtim shumë i bukur për mua. Edhe më pëlqeu shumë ambienti, shumë i kuruar në detaje. Shumë shqiptare. Shumë shqiptare, edhe ju përgëzoj. Edhe jam shumë e nderuar që isha këtu sot. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shnet. Bac. Faleminderit, Bac.